E shikus të dashur pas këtij materiali, tani qëndrojmë tek tema jonë ku do të flasim pra për autizmin dhe ditën ndërkombëtare të ndërgjegjësimit të autizmit. Çka është ky çrregullim edhe shenjat e para fillimisht do t'i diskutojmë patjetër këtu në studio, edhe patjetër situatën që e shohim në Kosovë, kush mund të bëjë një vlerësim, cilat janë seanca apo trajtime dhe terapitë që i marrin këta fëmijë, këta persona, do ta diskutojmë më një herë bashkë me mysafirën në studio që është logopede Vlera Salihaj. Mirëmëngjes, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjes Agnesa dhe faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që të kemi këtu. Vlerë, flasim për autizmin, do të thotë sot që në data 2 prill, dita e ndërgjegjësimit, flasim për këtë çrregullim, çka është? Atëherë, autizmi është çrregullim neurozhvillimor, i cili do të thotë është i ndryshëm tek të gjithë fëmijët. Ai zakonisht paraqitet moshën e hershme, dhe zakonisht manifestohet me sjellje të përsëritura, vështirësi në ndërveprim social, si dhe vështirësi në komunikim dhe gjuhë. Ndryshe autizmi quhet edhe spektër, që do të thotë që ka shkallë të ndryshme të autizmit, dhe pra është i ndryshëm të secili person, nuk mundet me qenë i njëjtë të individ të caktuar. Autizmi manifestohet me sjellje, siç e përmenda, të përsëritura, vështirësi në komunikim, gjuhë, si dhe ndërveprim social. Do të thotë personat janë shenjat e para? Po, shenjat e para do të thotë për me kuptu edhe prind ma lehtë, është mos reagimi, mos kontakti me sy, kontakti i vështirë, ose thuajse fare kontakt me sy, sidomos në vitet e para, 0 deri në 2 vjeç, më pas vështirësitë në komunikim, fjalët e para, do të thotë vonesa, jo në përputhje me moshën kalendarike, siç është tek fëmijët e tjerë, vështirësi në ndërveprimin social, gjithmonë mundohen me u tërheq ose distancu prej shokëve, shoqeve dhe gjithmonë mundohen me parapëlqejnë lojën vetëm. Këto janë ato shenjat ku secili prind mundet me i vrejt edhe me krahasu me fëmijët e tjerë në kopsht, edhe është mirë në momentin e parë që, sidomos vitet e para, të bëhet një vlerësim adekuat për profesional dhe të ndërhyet sa ma herët. Patjetër, ne do të ndalim edhe te kjo pjesë, po për shembull ka ndoshta prind, cilat janë ndoshta ato gabimet më të shpeshta që mundemi me i bë, për shkak se kur janë në moshën 0 deri në 2 apo 3 vjeç, është shpesh herë mundet me qenë e vështirë, apo shpesh herë mundemi me arsyetu një veprim ose një mosveprim të caktuar. Do thotë qysh, për shembull, një sjellje e përsëritur, çka mund të jetë kjo sjellje e përsëritur? Për shembull, shenjat e para mund të jenë ato që veç i përmenda, sjelljet e përsëritura kur e bëjmë krahasimin me një fëmijë tjetër që vazhdimisht i përsërit, tantrumet e përsëritura kur fëmiu pa arsye i bën ato gjeste apo sjellje, dhe ose ka një kohë të caktuar që është deri në 6 muaj na mund të presin deri në 2 vitet e para, edhe nëse shohim që ai fëmijë nuk ka progres në zhvillimin e tij kognitiv, atëherë është mirë sa më shpejt që të lajmërohente profesionist shëndetësor dhe të bëhet vlerësimi më i thellë. Kush e bën këtë vlerësim dhe kush është profesionisti i duhur? Ata që diagnostikojnë autizmin duhet të jetë ekip multidisiplinar, gjë që në Kosovë nuk është shumë e shpesht, për arsye që shumë klinika nuk e kanë gjithë përfshirjen profesionale dhe ekipin multidisiplinar për ta bërë këtë diagnostikim. Psikolog, logoped? Psikologu klinik, logopedi dhe neurologu, si dhe pediatri i zhvillimit. Sipas testeve, logopedi vlerëson gjuhën dhe komunikimin, psikologu pjesën zhvillimit kognitiv, si dhe neurologu pjesën e tij. Kështu që në momentin kur secili e bën vlerësimin e vet në fushat përkatëse, atëherë bëhet një diagnoze e përcaktuar si duhet dhe duhet të intervenohet në kohë. Pra është mirë që të intervenohet me njëherë, pse? Sepse kjo mund të shkojë, mund të arrijë në shkallë të tjera, mund të kalojë në një spektër tjetër, apo si? Jo që mund të shkojë në shkallë të tjetër, vetëse sa më herët që intervenohet, ndërhyrja e hershme është padyshim çelësi që
ai fëmijë të kap me kohë sjelljet, reduktimin e sjelljeve të caktuara, mandej përmirësimin e gjuhës dhe komunikimit, sa më herët që mundemi të ndërhyjmë në këto pika, aq më e lehtë është edhe për profesionistë shëndetësor, po ashtu edhe për prindrit, sepse prindrit mund të ndjekin këshillat që profesionist, logoped, psikolog klinik i përcjellin atyre dhe nëse ja aplikojnë në mënyrën e duhur, atëherë padyshim që atë fëmijë do të ketë progres dhe e jo regres, si që mund të ketë tek disa fëmijë të cilët nuk trajtohen në kohë. Qysh e pranojnë prindërit këtë lajm, ndoshta këtë rrethon, këtë situatë? Në Kosovë gjendja është akoma duhet përmirësu, veçse kemi bo hapa të pozitiv që duhet me u komplimentu për këtë aspekt, por ende ka kohë për përmirësime, ka shumë prind që akoma janë stigma dhe mund të pak nuk e pranojnë, pak mundohen ta fshehin. Sidomos fillimi është shumë i vështirë derisa të pajtohen që fëmijë i tyre ka autizëm, por ka edhe prind cilët e shikojnë atë anën pozitive dhe janë më optimist, edhe përkundrazi nëse një prind është optimist tek një fëmijë me autizëm, atëherë edhe ai do të ketë shumë më shumë potencial në një fushë të caktuar. Kështu që kjo është çelësi që t'jenë optimist prind të ta mirëkuptojnë sepse autizmi nuk është smundje, është një çrregullim i cili vetëm se duhet vetëm se është i ndryshëm edhe ai fëmijë është i ndryshëm dhe ka potencial në një fushë të caktuar. Pra nuk do të thotë që gjatë të rritës nuk do të flas apo gjatë të rritës do ta ketë një sjellje të caktuar, me anë të terapive dhe trajtimit në fakt seancave të cilat i bën, ato sjellje mund të reduktohen edhe patjetër mund të ketë zhvillim apo jo, këta fëmijë zhvillohen, vazhdojnë jetën. Çka ndodh në këto raste? Pikërisht, siç e përmenda më herët, ai ka nivele të caktuara, autizmi ka nivele të caktuara, kështu që ka edhe në përbot persona shumë të arritun si Elon Musk, që veç e ka deklaru që ka një lloj të autizmit Asperger, kështu që ka mundësi që ata persona nëse e gjejnë një fushë të caktuar të performojnë shumë mirë në atë fushë, kështu që për çat arsye duhet me qenë edhe prind shumë pozitiv dhe vetëm ta ketë mbështetjen e duhur. Të vazhdoj terapitë e duhura, të ndjekin këshillat e profesionistëve, mos të veprojnë në anën e tyre apo të ndikojnë prej rrethi shoqëror, si në shkollë, familjar, të largët apo të afër, të fjalëve të ndryshme. Pra çdo herë të jenë në kontakt me profesionistin. Çdo herë të jenë në kontakt me profesionistin. Çka thotë, kjo seancë duhet të vazhdoj çdo ditë në baza javore, në baza mujore, po besoj secili funksionon me një plan individual edhe të përveçëm, do të veçantë vetëm për ta, po ç'është shkon zakonisht? Fillimisht e përmendëm që bëhet vlerësimi, caktohet diagnoza, logoped nuk përshkruajnë terapi ose medikamente, gjithashtu edhe psikolog klinik, tek rastet me autizëm, pasi që të bëhet vlerësimi, vazhdohet edhe rekomandohet tek secili rast individualisht, varësisht nevojës, ndjekja seanca, ka raste që ndjekin seanca 3 herë në javë, 4 dhe 5 me orë të caktuara, varësisht prej terapisë që merr. Ka raste që marrin abaterapi apo terapi të sjelljes, e cila i ndihmon në reduktimin e sjelljeve të përsëritura edhe të sjelljeve jo adekuate dhe përforcimin e sjelljeve pozitive. Pastaj terapin logopedike, e cila i ndihmon të rrit fjalorin në anë të teknikave logopedike, imitimit edhe teknikave të tjera. Dhe më pas, varësisht prej nevojës, ndohen mandej këto, tek psikologu klinik, logopedi, është e rëndësishme të punohet tek rastet me autizëm, me ekip multidisiplinar, edhe një rast i cili është i diagnostikuar me autizëm, të ndjek seanca logopedike, terapi të sjelljes, si dhe
seanca psikologjike. Gjitha këtu duhet të jenë në bashkëpunim me prindërit, sa është i rëndësishëm edhe komunikimi që keni me ta, patjetër vetëm një orë apo një herë në javë, 2-3 herë në javë, me një seancë me profesionistin, qoftë logopedin, qoftë ndoshta psikologun klinik, nuk mundet me mjaftu në qoftë se ne i bëjmë të kundërtat krejt në shtëpi, në shkollë, në ambient, diku. Do të thotë sa është e rëndësishme që bashkëpunimi dhe ju të veprani në një vijë. Është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi me prindët dhe na mundohemi pas çdo seance të t'i tregojmë në pika më të thjeshta se çka duhet me apliku ose me aktivitetet që duhet me u marrë edhe prindrit në shtëpi, gjithsesi kufizimi telefoni, teknologjisë, ekraneve në përgjithësi, si dhe ndjekja e udhëzimeve të tjera. Ka rëndësi shumë rutina ditore, një rutinë e cila përfshin një kohë ushqimit, jo dhe të teprohet ta bëjmë ashtu në formë robotike një fëmijë, por e rëndësishme është shumë rutina dhe ushqimi i shëndetshëm. Për shkak se këta ndjehen edhe më të sigurt? Për shkak të zhvillimit, një fëmijë i cili ushqehet shëndetshëm dhe ka një rutinë të caktuar ditore, ai e din edhe kur është seanca logopedike, seanca psikologjike dhe është shumë bashkëpunues gjatë orës dhe trajtimit të tij. Si dhe ushqimi, për arsye se sheqeri i tepërt ndikon në hiperaktivitetin e tyre, apo ushqimet e tjera jo të shëndetshme. Kështu që në momentin kur një fëmijë është shumë hiperaktiv, është shumë vështirë të punohet edhe gjatë orës. Dhe asnjëherë në seancë nuk mund të performojë njëjtë, ndonjëherë është pak më jo i përfshirë, ndonjëherë është më i përfshirë, kështu që varësisht për atë arsye ka shumë rëndësi rutina, koha rregullt e gjumit, e ushqimit po ashtu dhe ushqimi i shëndetshëm, si dhe koha se si e kalon në ekrane. Po, çka rekomandoni ju kur ka tantrume të përsëritura në raste të tilla, qoftë të fëmijët autik, ndërsa ose edhe me çrregullime të tjera, cila është metoda më e mirë me i ndarë këto tantrume? Jo se fëmijët e tjerë nuk i kanë, as edhe ata dinë zhvillohen dhe i kanë. Po, dhe kjo është dyshimi i prindve sepse alarmohen. Gjithë prind mund ta gjejnë në rast se i lexojmë simptomat për autizëm, e gjejnë diku fëmijën e tyre, biles edhe veten. Kështu që për atë arsye nuk duhet shumë me u bazu vetëm në simptomat duhet me i pa në çka i kanë lexu ose në çka janë informu në Google apo në rrjetet të tjera sociale. E rëndësishme është të kërkojnë ndihmë tek profesionistë, sepse ka edhe shumë fëmijë tjerë siç e përmende që kanë tantrume gjatë zhvillimit të tij, sidomos koha e tantrumeve është prej 1 vjet e gjysmë deri në 3 vjet, kështu që në atë moshë kur fëmijët kanë shpërthime emocionale, vështirësi në komunikim, ka fëmijë që kanë vonesa në të folur dhe në momente kur ai akumulohet dhe ka shpërthim emocional. Në momente të tilla ne i rekomandojmë distancimin dhe mos reagimin e prindve, ose as pozitiv, as atë negativ, dhe momentin kur nuk i jep vëmendje fëmiu e din që ajo sjellje nuk po kërkon, nuk po fiton diçka. Dhe nuk e përsërit. Shumë fëmijë, shumë prind, merakosën edhe momentin që fëmijët mundohen me i bëjnë tantrume gjatë zhvillimit të tyre, atëherë prind shqetësohen edhe japin gjithmonë ata që ai don. Edhe në atë formë ajo sjellje vetëm përforcohet dhe nuk arrim vetëm nuk arrim ta ndalim edhe vetëm se shtohet akoma më shumë. Është një lloj ndryshimi edhe i personalitetit fëmijëve kur i shohim momentin që kanë filluar me zhvillu tantrume, dhe sidomos kur i zhvillojnë apo kur bëjnë këto lloj sjellje edhe në publik, janë kryesisht prindërit që shqetësohen dhe mundohen t'ia plotësojnë dëshirën më një herë, po si dhe qoftë fëmijët e dinë dhe e dinë situatën se kur duhet të reagojnë. E vërtet. Atëherë ndalemi flasim pak edhe për situatën një që shëshën në Kosovë, ka një gjithë përfshirje apo jo? Do thotë këta fëmijë mund të vazhdojnë shkollën, janë të pranuar në shkollë, janë të pranuar në shoqëri, që shëshën jo? Patjetër që po, këto raste tash edhe me ligjet së fundi
e reja, vetëm këta fëmijë shumë është ndërmarrë hap i mirë në Kosovë për shkak që janë të përfshirë edhe në shkolla me fëmijët e tjerë. Jo të dallohen apo të vendosen në shkolla speciale. Për arsye se siç e përmenda, ata mund të performojnë shumë mirë në një fushë të caktuar, qoftë matematik, qoftë shkenca eksakte të tjera. Kështu që është shumë e rëndësishme gjithë përfshirja me fëmijët e tjerë, me u mundu, me i socializu me fëmijët e tjerë në rastet më të rënda ose më të moderume të autizmit, atëherë kërkohet edhe asistencë personale gjatë mësimit, vijimit të shkollor, varësisht prej nevojës edhe shkallës se si ndohet pastaj. Ju më herët edhe e përmendët hiperaktivitetin, a ka çdo herë një çrregullim, do të thotë edhe çrregullimet të tjera shoqëruese apo ndonjë situatë ose ndonjë problem tjetër shëndetësor që paraqitet te fëmijët me autizëm? Atëherë shumë prind kanë ngatresa tek autizmi dhe tek ADHD apo ADHD. Por dallimi është shumë i madh, edhe pse fëmijët me autizëm gjithmonë, siç e përmende, gjithmonë si diagnozë shoqëruese kanë ADHD. Kjo është për arsye të hiperaktivitetit, do thotë të vetmën gjatë përbashkët që kanë autizmi dhe ADHD-ja është hiperaktiviteti. Pastaj një fëmijë me ADHD është shumë lehtë shpërqendrohet në loja apo aktivitetet të caktuara, kurse një fëmijë me autizëm në rast se vazhdon fillon ta bëjë një aktivitet ose lojë të caktuar, ai ka shumë fokus më të gjatë se sa ai me ADHD. Kështu që tek fokuset dhe tek pjesët e tjera dallon shumë si përfundim të gjithë fëmijët të cilët janë shumica fëmijëve të cilët kanë diagnozë autizmin, kanë edhe diagnozë shoqëruese ADHD. Kështu që për këtu qëndron edhe shqetësimi edhe ajo ngatresa që e kanë. Po, që e kanë kryesisht. Jo vetëm prind, po edhe profesionist, sepse kërkon kohë dhe diagnostikimi autizmit. Dhe me qënë se po flasim këtu te koha, është e rëndësishme që të qëndrojmë për një kohë të gjatë në këto seanca apo jo, dhe ju si profesionist, ju në këto raste nuk premtoni, apo jo, nuk premtoni që do të jetë në një kohë, nuk premtoni ndonjë shërim apo diçka të tillë, ju në fakt raportoni çdo ditë rreth të zhvillimit dhe progresit që ka pas seancë pas seancë. Është kështu edhe a duhet të vazhdohet për një kohë gjatë në këtë terapi? Patjetër që po. Ne nuk premtojmë sepse trajtimi është proces dhe në momentin kur prind shohin progres, qoftë në një progresi është shumë i ngadalshëm, por shihet progrese në sjellje të caktuara dhe detaje të vogla. Dhe në momentin kur prind shohin progres tek fëmijët e tyre me autizëm, atëherë seanca duhet vazhduar. Dhe varësisht prej llojit dhe shkallës, nga atyre më të lehta deri te ato më komplekse, ata duhet të trajtohen më afatgjate, se sa fëmijët e tjerë. Kështu që kjo është edhe ajo që duhet ta kemë parasysh prindrit. Lira, faleminderit shumë për këto informata, faleminderit për kohën që këndoa me qenë pjesë e emisionit sot, shumë kënaqësi që ju patëm këtu. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, ishte kënaqësi. Gjithashtu.